Koça i fshati që po braktiset çdo ditë, fshati i Koçaj ashtu si shumë fshatra të tjerë po përjeton largimet masive të banorëve të tij. Rinia është larguar prej vitesh, ndërsa së fundmi ka tërhequr edhe prindrit, duke i kthyer banesat atje në të shkreta dhe pas një banor brenda. Të pakët janë ata që vazhdojnë të jetojnë në këtë fshat, por që nuk premtojnë se nuk do të largohen prej aty. Islam Çupi tregon se prej vitesh fshati i tij po përballet me largime masive, ndërsa ata që kanë ikur kanë lënë shtëpi e toka. Më shumë se 50% e fshatit është larguar, ndërsa drejt saj janë edhe familjet e tjera. Këto të janë largu, këto e kanë lënë tonë dhe kemi marrë me sera. Apo largu për më mirë, kanë për një jetë më të mirë, kanë këto të në Tiranë. Në migracion kanë, po edhe në Tiranë, në Durrës, kanë shku për një jetë më të mirë, kanë visë. Fshati i Koçaj ka qenë rreth 40 familje, 40 e sa familje, tani kanë met 22 familje gjithsesi. Lagje, gjithë me gjajtës kanë avullu. Shem dhe pas banoj një imrena normal që të shfia dhe amortizohet dhe ketë problemet dhe koha, mungojnë investimet. Tani mundohen me bëha dhe rrugë, kërë më fillu të ushtru ka pak asfalt, copa. Këto brezi i ri nuk këthehet ma, kurse këto të vjetrit kanë ngellë vetëm plesht tani. Plesht mundohen me ma shfia. Vinë për zgjedhjet dhe bëjmë këta dhe bëjmë ata, investimet mungojnë. Këto që janë largu, për moment, që ka mund këtu ka 1 hektar tokë. Ka tokë, e tjetë kanë, për me shumicë, me pakitë, se janë nda, tani familjet edhe tokë kanë nga pak. Naim Çupi shpreh se vetëm mosha e tretë ka mbetur ende në fshat dhe ata janë me pakicë. Ai shton se nuk ka asnjë shans që të rinjtë të larguar të lënë migracionin e të rikthehen në vendlinjen e tyre, pasi u ka humbur shpresa besimi që mund të kenë një të ardhme të mirë. O braktisë kanë hik trajt kret, shpajt kanë ngel bosh. Janë shem, ai pesë janë shem. S'ka asnjë. Kanë një vesh një trapesh tu. 20 shpajt trapesh. Ku do të kenë ata shohin kretë e shohin italianët vinë tu? Do të kenë mo trajt tu? Ata s'kenë mo. Nuk ka perspektivë. Nuk ka perspektivë, këtu të dape, këtu pension jo. Punë jo. Kanë hik gjithë, orte. Kjo është kretë mo. S'ka të ardhë me këtu. Tu vesh rullosh dorë zoti, e t'jetë një hejë palqirë, se që të gjohë s'ka këto. Fshati i Koçaj është ndër fshatrat më të afërt me qytetin e Bulqizës, por mungesa e investimeve e ka bërë shumë të largët dhe të braktiset nga të gjithë.